Sigurimi i energjisë elektrike është kthyer në një sfidë të përditshme për familjen Vorfi në fshatin Barbulloj të Lezhës. Tensioni që arrin në banesat e tyre nuk i kalon 70 volt, për shkak të dëmtimit të linjës dhe kabinës elektrike që furnizon zonën. Kryefamiljari Gëzim Vorfi, i cili është i verbër, thotë se kjo situatë ka shkaktuar disa herë djegjen e pajisjeve elektroshtëpiake dhe të instalimeve të brendshme, duke rrezikuar seriozisht edhe jetën e anëtarëve të familjes. Problemi jam është energjia elektrike se janë të mu djegë rëpë mrena. Që nuk ka energji, dzehen prisët, dzehen pajiset, edhe ka marrë flakë, në gjegjë disa herë, kina pështu këtë, thmija, e në me tjertë, kina pështu këtë që mihër të marrë flakë, edhe zoti është i madhe edhe e kina shtaku ato automatat e sahatat. Mbi 10 herë janë djekë tash 10 vjetë. Instalimet e shtëpisë 4 herë i kam rru për 3 vjetë. Kjo ka problem kjo linë që pse nuk vjen 70 volt energji vjen. Marrë që tash, nuk shën pom, as shën frigider, as shën telefon me kariku. Ma me mu shtaku komplet, se sa me rreziku. Pavarësisht ankesave të vazhdueshme, familja Vorfi nuk ka përfituar ndërhyrjen për përmirësimin e situatës, duke mbetur në mëshirën e një sistemi të amortizuar dhe pa efikas, ndërsa po përballet edhe me mbifaturim të energjisë, ku muajin maj fatura ju ka ardhur 330.000 lekë të vjetra. Muajin maj jam mbifatuar një shifër maramense, si me papas një biznes të madh, që pasi është i fabrikë, se aq nuk e ka. Mbi 330. Nuk e di afërsisht, kam shku mi pagu dhe nuk i kam pagu, as nuk i paguj. Për pa visha ka gjënë sahati, jam i detyruar për që të gjënë sahati. Pa shofin sahatin? Herë e shofin, herë se shofin, edhe ja fusin 10 fishin, pasi fotat që i bëjnë atë. Ja qojnë atë, për shemë, ka sa që më teket. A një fusin sisteme janë detyruar. Ja konë bo edhe tjerëve këtë gjë. Bifaturim? Bifaturim marramense. Edhe kanë fund sistem aty dhe sistemi edhe do të paguhen. Unë për zotin, unë si paguj për vetë. Nëse nuk do të merret masa, kryefamiljari verbër Gëzim Vorfi kërcënon me veprime ekstreme. Unë kërkoj energjinë e plot më marrë në sahat. Nëse s'merret masa që të gabin që do të djegë. Gabina nr. 8 është. Do të djegësh vetë? Vetë me dorë e mia. Nga ana tjetër, operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike në Lezhë bën me dije se ankesa e familjes Vorfi po merret në konsiderat dhe po shihet mundësia një ndërhyrje për të dhënë zgjidhje problematikës në këtë zonë.